Rreshet e borës gjatë natës të rëna me intensitet të lartë i lanë vendin Ortekve në orët e para të mëngjesit të së dielës, duke bërë që qarkullimi rrugor në aksin Qaftore-Theth të bllokohet. Për arsye sigurie, qarkullimi do të qëndrojë mbyllur për të gjitha automjetet, përfshirë dhe ato borpastruese, pasi zona paraqet rrezik të lartë për kalim. Bazuar në analizën e riskut dhe pas komunikimit me inxhinierët e firmës kontraktore për mirëmbajtjen e rrugës, si dhe autoritetin rrugor shqiptar, u vendos bllokimi i qarkullimit për të gjitha automjetet, pasi rrezikshmëria mbetet e lartë në këtë zonë, si pasojë e rënjes së Ortekve. Segmenti rrugor Qaftore-Theth do të mbetet i bllokuar deri në një moment të dytë. Emergjenca civile u bë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë sinjalistikën, të shmangin kalimet në këtë aks dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime. Policia rrugore ndërkohë bën apel që të ndiqen udhëzimet e saj dhe për çdo nevojë apo emergjencë të telefonohet në numrin 112. Gjatë këtij fillim viti ka patur disa herë bllokim të kësaj rruge, si pasojë e rënjes së Ortekve pranë tuneleve panoramike.